Albanian Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sonde me ne është Albi Qose dhe Aldo Shahaj, dy quna, apo dy djemë si thëmë në Kosovë, shumë të suksesshëm, kanë arishtazi dhe Albi e Aldo mirë se erdhët në Albanian Oda Podcast. Faleminderit për ftesën dhe është një privilegj i madh për mua që ndodhem në podcastin tuaj. Faleminderit. Gjithashtu të falenderoj për ftesën dhe do t'ja kalojmë shumë mirë. Tash, njëri nga Fjeri, tjetri nga Vlora. Tash, unë, nga që e kapi akcentin, Aldo është vlonjat, apo? Po, dallon. E dallon fak. Po, nuanca është pak më ndryshe e Shqipës në Fjerë, Albi. Ashtu është. Është më e butë, po. Pak më e butë, Mëzëqe, patjetër. Mëzëqe, është pjesë e Mëzëqes. Po. Po mirë, Albi, do nisem me ty. Kur janë në Kanada? Sot bëj 2 vite dhe 3 ose 4 muaj. Do morisht azjarë. Po. Po, Aldo ty? Aktualisht bëj parafërsisht 6 vite, eksaktësisht 5 vite 5 muaj. Do mon ishe ti që të rege shokën, se ke qekë dhe shok fakulteti, ha? Kemi qenë fakt në të njëjtat mendime kur donim të emigronim. Thjesht Aldo ka pas fatin më të mirë që erdhi më përpara në Kanada, kurse unë kam pas disa probleme prej Covidit që mu ndalua si mundësi në kohën kur kam bërë aplikimin. Po, na e kohë ishte kohë keqë. Po. Edhe pas të i ardhën me vonë. Po. Po mirë, o Aldo, na folë për pse në Kanada, burë, qa? Nga ky mohabet, se di që keni studiuar në Tiranë bashkë, keni inxhinier që dytë, po do kthehemi te ajo pjesë. Pse në Kanada? Në Republikën e Shqipërisë, gjërat filluan që të ndryshonin shumë. O krijuar një situatë jo e mirë në çdo bisedë ku ti përfshiheshe, ku dëgjoje se një shok, një mik, një afërm ishte duke emigruar. Kjo ngjalli tek mua një dëshirë për të shkuar më tej Europës dhe midis Amerikës dhe Kanadas vendosa Kanadan. Nuk e dashur ti kish në Evropë. Qëllimi ka qenë North America, si thënë Amerika Veriore, ku është Kanada edhe Amerika. Ideja ishte për të përjetuar një eksperiencë ndryshe. Kjo ka qenë qëllimi. Ky ishte qëllimi kryesor. Edhe si duhet. Largë. Jemi se unë e shër vinin gjithmonë, i ka reagimet e vinit edhe një viktime radhës, ha? Po? Jemi duke jetuar ëndrrën, jemi duke u përpjekur dhe themi se kemi arritur diku. Jeni duke punuar fort, Sigurisht edhe kjo është me rëndësi, nuk po i ndani. O Albi, po kishe qëllim dhe ti të vje në Kanada, po si më thonë me inertësi, hajtë se për erdi Aldo shoku edhe hajtë, ti bashkon ti. Me të thënë të drejtën, pak fare më ndryshe, ka qenë për mua një dëshirë për të emigruar, sepse shikoja që mund të arrija gjërat që unë kisha dëshirë, të cilat në Shqipëri nuk po më jepeshin, edhe pse po jepja maksimumin e maksimumit tim. Dhe duke parë që një vend i zhvilluar si Kanadaja, që ka burime nga më të ndryshmet, do më hapte një port aty ku unë desha të hyja. Po, si mas të ku problemi në Shqipëri? Pikat shkuta, pa u fut kështu me hap. Tani probleme ka kudo, nuk është se është vetëm Shqipëria. Por besoj se nuk ishim në momentin e dur, ndoshta, ose nuk përputheshin gjërat që ne donim në atë moment, ti merrnim me atë që do na jepte më vonë. Dhe ç'a ndodh, nga që kur je i ri, ti do që të eksplorosh, do që të mësosh, do që të kesh sa më shumë dije. Je edhe më i gocimshëm. Po, patjetër, se nuk e gjen dot kur ti je i mbyllur në një vend, edhe truri jot lëviz aty brenda. Edhe njerëzit që ti takon kanë të njëjtat ide. Ti nuk ndan një ide me dikë ndryshe, si të thuash. Dhe kjo ka qenë pak a shumë. Pastaj normale ka pas edhe probleme financiare të thuash, se kur e di që ti je njeri absolut në atë që ti bën, dhe ty nuk të kthehet në një farë mënyre ajo që ti prodhon, ti do më shumë.
sepse do të ndihesh aty ku ti ke dëshirë. Dhe kjo ka qenë dhe një nga ato pikat kryesore. Pastaj edhe tjetra është dhe unë kam qenë emigrim më përpara. A ke qenë? Po. Ku ke tu? Para se të vija në Kanada kam qenë në Angli. Sa Dhe kjo ke ndajt aty? Në Angli kam dhe një vit e pak. Si duka një? Ka qenë mjaftueshëm për të mësuar shumë. Me pa ku je, si je, qa ndodh në botë. Anglia për mua ka qenë shumë mirë, ka shumë njerëz që të cilët thonë që nuk është mirë, por personalisht unë kam pas një eksperiencë që nuk do ta harroj kurrë dhe i kam marrë më të mirën e mundshme. Përveç kësaj kam qenë edhe në Greqi, por kam qenë i vogël. Kam qenë diku te 10 vjeç që jam kthyer nga Greqia. Po mirë mo Aldo, po për ty? Si është mendimi? Jam lindur dhe rritur në qytetin e Vlorës, më pas u zhvendosa në Tiranë ku fillova universitetin, kam studiuar në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, aty mora një orit e para dhe për krah studimeve edhe kam punuar. Një ndër eksperienca më të bukura kam kaluar në Kosovë, ku jam përzgjedhur si një ndër individët për të trajnuar punonjësit e rinj te kompania ku po punoja dhe dua ta veçoj marrëdhënien që krijova me Kosovën për atë muaj ku punova dhe jetova. Dhe Sa më zona, je kam zënë zemrën mua. A bac? Sa kam qefën e se duhet të eksploroj këtë. Me pas mundësi, çdo vëlla e motë nga Shqipëria, një muj eksplorim, gjithë Kosovë. Ta shohin, ta prekin, ta din, sepse shqiptarë nga Kosova vinë më shumë në Shqipëri, kuptohet puna e turizmit, edhe është me mëdheu, është ardheu jonë i humbur, sepse ne mbetëm jashtë. Po kjo po më gëzon, po e vazhdojmë këtë, se më falë, të lutëm Albi, do kthehemi edhe se është temë shumë interesante. Ishe me fat që ishe si më thonë, zgjedhur nga kompania, edhe ike në Kosovë të i trajnoje punëtorët në ato pika ku ajo kompani ka hapur, se më thonë pikat e veta. Po, e vërtet. Tash, në ca qytetet ka ra me mu trajnu me qunat? Kryesisht kemi operuar në zonën e fushë Kosovës, aty ku zhvilloi edhe trajnimi. Më pas jam zhvendosur në Prishtinë, Pej, Gjilan, Prizren, Malishev dhe në Mitrovic. Pas ka qenë gjithanej. Paka shumë e kam shfrytzuar atë lloj eksperience dhe për të parë të gjitha trevat e Kosovës, më kanë lënë një mbrez, janë shumë të bukura dhe kudo ku kam shkuar jam ndier shumë i mikpritur. Mikpritur, kjo është shumë e rëndësi. Edhe ushimin tonë që kemi pak më ndrysh ato qoftet e burekun e këto. Gjithçka ka qenë e mrekullueshme. E mrekullueshme. Po komunikimi me djemt aty pak, sidomos këto elementet e makinës ne i kem çad gjuslave, çad gjermanisht, anglisht, se si kem gjitha. Si u merishit veshtu? Për gjatë përgatitjes që kam kryer te kompania, më është dashur që të filloja të studioja pak dhe terminologjinë e mekanikës që përdorni juve në Kosovë. Çka është auspuhi? Ndryshe i themi koke paralele. Ishte jo shumë e vështirë, por ishte edhe shumë e bukur. Dhe ajo ka qenë një ndër momentet më të bukura që unë kam kaluar. Jo më kot e përmenda, pasi dua të them se nga eksperienca e punës i vizitova të gjitha qytetet e Shqipërisë, e pash edhe Kosovën, dhe aty nuk po ndihesha i plotësuar. Më pas vazhdova studimet master në degën e menaxhimit të projekteve në ndërtim. Provova, tentova të aplikoja edhe në kompani më të mëdha, por ishte shumë e vështirë, siç e tha edhe Albi tek pjesa e meritokracisë. Kjo ishte ajo diçka që neve po e vuanim. Dhe kjo është vujtja, definitivisht, Albi. Mendon që kjo mira pikë, meritokracia është ajo që nuk funksionon. Edhe është e frustron tjetrin, sidomos të rinjt. Edhe fatkeqësisht është trend me dal jashtë. Unë vetë kam dalë edhe nuk kam drejt moralit të dikujt mos dil, sepse vetë dola. Po ne dola me një kohë shumë atë rënd, ishte kohë lufte dhe ishte keq vitet 90 në atë kohë. Po nuk e kisha besu kur në atë kohë që do të vit dita që gjenatat e ju treja dalin, ose nipi im.
Djali vllaut, Donat Deganin, jeton në Gjermani, tash është me studime doktorature në Norvegji. Kanë qenë 32 veta, 32 nxënësa në klasë. Një ndër shkollat më të mira të mesme të Kosovës, quhet Gjevde Doda, shkolla mesme, ku ka inxhinierie, ka matematike, fizike. Falni. Ai më thot, gjatë thot, vetëm 2 kanë betë Kosovë. Trillet nga klasa që i kem qenë, shokë shoqe, gjithë kanë ikur në përbot. Sa tragjike. Është vërtet, edhe unë kam asnjë shok që ka ngel në Shqipëri. Edhe e kam prejtur, sidomos para 1 vit e gjys isha edhe i pash edhe Kamaria nuk ka shtet mërshme. Rëllim të madhe nuk po ndalet kjo lingim, kjo varë nuk po mbyllet. Nuk di se kush deti javë ta mbyll, është debat shumë i madh. Unë prap me rëndësi që ju jeni të suksesshëm. Kjo është ajo që unë e shoh, çdo shqiptar i suksesshëm në atë që bën. Përveç që e ndihmon veten e familjen, e nderon edhe kombin. Baba i më thoshte një fjalë, falë se piju maj, dhe kjo. Djalim, ai që është i suksesshëm, kur problem nga ai s'ke. Se është tu marrë me veten e vetaj. Do shta mi nuk të bën, po të keq, të garantoj mi hecë të bën kur. Kështu që është bukur që ju keni ecur shumë mirë edhe Albi, falenderoj që ndave këtë për Kosovën. Është shumë e rëndësi se duhet ta dinë, them, është ëndra imja që çdo shqiptar nga Shqipëria, edhe shqiptare, tikin ta vizitojnë. Se është jem një komb, a i kem dallime, normal, po edhe peja me Gjakov Kake, pas afër jo, ose fjeri me Vlorë. Melodia e gjuhës është pak më ndryshe. Disa zakone janë se jenë populli jashtë. Kjo. Po, du të kthehem të studimet. Tash keni marrë një profesion shumë vështirë, inxhinieri mekanike. Bac. Sa vjet është ai si fakultet? 3+2. Do të thotë është undergrad, si thojnë, ta bachelor, edhe 2 janë si master, që mu kompletua. Në Tiranë keni. Aty jeni taku më duket, ha? Ne jemi takuar faktikisht në punë tek kompania që ka pas punuar Aldo që thash që ka vajtur në Kosovë. Po. Edhe ka qenë rasti, domethënë Aldo kishte besoj 6 muaj që kishte filluar aty dhe unë vonë futem, po tani dallohen njerëzit që duan dhe kërkojnë. Edhe ashtu ne jemi afruar me njëri tjetrin. Aldo më ka mësuar shumë në fillim tek ajo pjesa e punës. Ka qenë njëri që nuk tonte t'i linte më një njerëzit që kërkonin që të mësonin. Bravo. Nuk ka rasti që e ka bërë instruktor që ka rikë Kosovë. Edhe prej asaj, domethënë jemi bërë shok që kemi ndarë edhe kafe bashkë, kemi ngrana kemi pirë me njëri tjetrin. Pra jemi bërë shok, jo veç koleg pune. Por rastësisht pastaj duke folur, duke mësuar më shumë për njëri tjetrin, doli që ne kemi mbaruar të njëjtin universitet. Ke qenë më i vjetër ti apo? Unë jam 1 vit më i vogël. 1 vit më i vogël. Ka qenë Aldo, po. Por që si një takuar shkollë, jo. Gjithmonë këta që janë 1 vjet më vjetër nuk para mirë me ta me trip. Unë jam vit 3, do të kam më shumë provime se ty. Po, keni ndekju të qyteti studenti apo ku është? Se unë nuk e di ku është fakulteti i inxhinierisë. Fakulteti i inxhinierisë ekonomike është tek sheshi Nën Terezë. Te sheshi Nën Terezë është fakulteti politeknik. Universiteti Politeknik i Tiranës, po, te sheshi Nën Terezë. E ju keni jetuar edhe së bashku si shok apo? Jo, unë kam jetuar shtëpinë vete, Aldo ka jetuar shtëpinë vete, po. Po, Aldo, si ka qenë ai fakultet për ty? Ishte një dëshirë shumë e madhe të studioja për inxhinierin mekanike. Por deka që neve kemi zhvilluar quhet inxhinieri ekonomike. Kjo ka qenë sfida jonë më e madhe si student, pasi neve kishim të bënim me njohuritë e mekanikës plus njohuritë ekonomike. Ishte shumë e vështirë, nuk ishte e thjeshtë, por mendoj që të dy si unë edhe Albi kemi qenë të suksesshëm dhe ja kemi dalë mban që ta përfundonim në kohë dhe me nota shumë të mira. Po, kur keni këtu, keni mendu këtu të vazhdoni diçka, apo ka qenë jashtë pyetjes kjo? Me thënë drejtën, unë kur kam ardhur këtu, ishte disa herë aplikimit. Do të thënë, kisha humbur shpresat në fillim.
A nuk dhanë fillim? Në fillim, jo, kishte Po aplikuar kështu ta bojnë ta, thonë jo, pastaj ti do ta duash më shumë, atë prap thonë jo. Unë kam një gjë të keqe që unë nuk dorëzohem, Po, edhe dua t'i shkoj të paktën deri në fund. Dhe pasi kthehem nga Anglia, se po bëj edhe atje edhe studime edhe punë, thash ta provoj edhe një herë. Po pa i thënë njeriu. Pa i treguar njeriu se çfarë po bëja. Ai ishte thjesht një aplikim, $150, por se dosja ime ishte gjitha e kompletuar, vetëm do të paguaj ato lekë dhe të bëja edhe një aplikim, pa i treguar njeriu. po mirë, sa herë të refuzuan? 3 herë. 3 herë kanë refuzuar nusën time në fakt. Ajo nisi donte të bënte një aplikim për shkollë, por qelloi Covidi, ka qenë momente shumë të vështira. Ka qenë, më duket edhe Aldo ka qenë i fundit që ka ikur. Unë kam bërë aplikim pas Aldos dhe që atë moment asnjë nuk është pranuar më. Ka qenë shumë e vështirë sepse unë lash punën. E lash punën vetëm për të marrë me këtë lloj gjëje. Nisa kurset, u mora me dokumenta të cilat merrnin kohë dhe thash nuk do merrem me asnjë gjë tjetër veç se do merrem me aplikimin për të shkuar në Kanada. Nuk doli, nuk u dorëzova, pash Anglinë si mundësi. Shkova në Angli, edhe atje vazhdoja shkollën, që shumë e vështirë sepse paralelisht i duhet të shkoja në shkollë dhe duhet të shkoja edhe në punë që Po me anglisht si ke qenë? Shumë mirë. Mirë me anglisht. Shumë. Aldo? Në përgjithësi dhe puna që kam bërë, kryesisht ka qenë në anglisht, kam ndjekur edhe disa panajire në Europë dhe pjesën e gjuhës angleze nuk e kam pasur problem Kjo është për gjatë emigrimit. Shumë më rëndësi. Në Angli në fakt është çike vështirë që të kuptosh, se teksti anglez është shumë i vështirë. Shumë i rëndë është. Por të them këtë gjë. Cockney, si quhet ai. Po. Ose posh. Posh, po. Posh. Edhe ajo. Atë dukuar. Aristokracia. Po, kanë pak një çik më kuptohet ai. Po, por kur fillon dhe jeton aty në përditshmëri, pastaj e kupton që integrohesh. ata flasin diçka tjetër. Po, integrohesh edhe të pëlqen. Është Ja, Anglia anglisht thotë është interesant, kështu. është shumë e Ka dhe jetë për të rinjt është mirë. Po këtu ka qenë kur kam qenë i ri bacë. Edhe këtu ka qenë mirë kur ishim për të rinjt. S'po muj me besu që jeni ka shtrima, po. Sërëzisht e kam, ha? Ku më tregoni vjetë, unë anëve në njësaj kam bëhë, thëmë, oj, muj me qenë babajit? Ha? Baba im, po, sa vjeç jam? Do të them. Kisha ditëlindjen, ha? Nuk ja them dot. Nuk ja them dot, ha? Ne kur i bën 30 vjet thojmë një tabull me vezë dhe me. Shumë o bën. Gjithsesi edhe 100 të bësh. Është së bashku me Juve, Juroj edhe me Juve. 100 vjet. Aldo, na flet për sfidat kur erdhe këtu të fillimit, si ishin? Në fillimet e mia, mendoj që ka qenë shumë e vështirë. Unë kam ardhur në Kanada në datën 1 korrik të vitit 2020. O ti mbas tamam atë valin e Covidit, po. Po. Ka qenë një sfidë që nga Tirana më duhej që ta anulloja biletën, ta shtyja për 4 herë. Më është aprovuar viza në datën 18 mars të vitit 2020. Atëherë filloi edhe pandemia. Shumë nga aeroportet në botë filluan të mbylleshin dhe në herën e 4 arritëm të gjetëm një bilet e cila ishte nga Kosova. Prap më duhet të kthesha në Prishtinë. Ti u nisi nga Kosova erdhe këtu? Unë nisa nga Kosova, kishe një tranzit në Turqi dhe pas Turqis erdha në Toronto. A ishte sëmon aeroplani i parë që ktheshe, se me datën 29 ose 30 qershor është lejuar fluturimi i parë nga Toronto. Ndoshta kjo ka qenë. Për Evropë, ka mundësia është jetë, si me thonë, aeroplani i këthimit. Normal të është nga qytete ndryshme ka aeroplana, po kujtohet në Quni Halles ka ikur në atë kohë. Ka qenë kohë e vështirë, po kur janë ti këtu ishin gjithë me restriksione, me maske. Është e vërtet. Mund të ketë qenë një ndër udhëtimet më të gjata që unë kam zhvilluar në jetën time. Ka qenë i mbushur plot me mendime, dëshira dhe aria të mendoja se si do ishte jeta ime e re në Kanada. Shimë burra s'kas Covidis dali. Paska qenë këmgullës, Aldo. Është e vërtet. Së bashku me Nusen, kemi ardhur në aeroportin e Torontos dhe atë mund të konsideroj si një nga ditët më të vështira. Pasi
kudo, në çdo udhëtim që kemi bërë në Europë, ka qenë dikush që na ka pritur. Mirë, po kur kemi dal nga terminali, aty nuk ka patur as edhe një njeri. Ka qenë sigur ghost town, i thënë, sigur Është shpirta vërtet. kur sillen aty. Morëm atë taksin, filluam të bënim rrugën dhe thjesht shikonim njëri tjetrin në sy dhe mendonim gjithsecili mendime që nuk i ndanim dot bashkë. Shumë pak ka pas në kolona, shumë pak ka pas lëvizje. Shumë pak. Shumë pak. Shumë e limituar dhe më pas erdhëm tek ajo Airbnb-a që neve kishim rezervuar që nga Shqipëria. Aty filloi dhe u bë pak më e vështirë pasi neve duhet të qëndronim 2 javë në karantinë. Kjo ishte me të vërtet një sfidë, pasi këtu në Kanada nuk isha shumë të njohur. Ishte shumë e vështirë, më duhet që të porosisja ushqime nga jashtë dhe ushqimet e para që neve merrnim ishin ndryshe nga ajo shija që kishim lënë mbrapa. Tash e ke lënë shihen, Shqipëria i ka disa të mira, ha? Shumë të mirë. Aty filloi pak nga pak gradualisht edhe mendimin e disa shokëve që kishin ardhur më përpara për të gjetur një apartament ku do jetonim. Më pas gjeta punën time të parë, ndryshe nga Albi, unë zgjodha që nusja të vazhdonte studimet në Kanada dhe kjo më jepte mua të drejtën e një vize pune të hapur për shkak të gjithë formimit tim profesional për të punuar në punë të ndryshme. Aty ishte momenti i parë ku fillova që të prek ndërtimin. E kisha studiuar gjatë masterit, kisha një eksperiencë pune në një kompani në Shqipëri, si asistenti një inxhinieri ndërtimi, mirë po këtu gjithçka ishte ndryshe. Kjo më bëri akoma dhe më të fortë për të vazhduar përpara duke mësuar të gjitha llojet e materialeve që këtu përdoreshin, mënyrën se si zhvillohej ndërtimi dhe gradualisht filloja pak nga pak që të studioja dhe kodin e ndërtimit që përdoret këtu në Ontario. Ishte shumë e vështirë, më duhet të luftoja me veten për ditë, por nuk ja tregoja dot askujt se çfarë lufte isha duke bërë. Vazhdoja të buzëqeshja dhe kështu filluan gradualisht të kalonin vitet dhe të zhvendosesha në ato mendimet e mia ku unë duhet të filloj diçka time. Do kthehemi aty, du të ndëgjoj edhe Albin. Albin, si e mendon ti? Si ka qenë për ty? Do të ishte me lehtë nga që ishte shoku këtu. Po, me lehtë ishte. Edhe ato restriksionet nuk ishin shumë Është të mëdha. vërtet, ja. Covidi kishte mbaruar thuajse fare, nuk është se ndihesh. S'ka qenë e vështirë, domethënë ardha ka qenë e lehtë. Aldo ka qenë që më ka pritur në aeroport. Plus më ka gjetur edhe një shtëpi ku të rija, fillimet e mia, si edhe ndihmën e parë të punës së parë që kemi bërë. Ka qenë Aldo që më ka përkrahur dhe më ka dhënë një dorë. Vështirësia ka qenë në emigrimin e parë, fakt. Kam qenë në Angli, atje ishte njësoj si që tha Aldo që kur ti shkoje nuk të priste njëri të aeroporti dhe paktën Aldo e kishte një njëri ku të mbështes të kokën, por unë isha vetëm, nusten e kisha lënë brapa. Por që unë mendoj se njeriu kur përballet me këto sfida bëhet më i fortë. Edhe duhet që të dali, të shkoj që ti shofi të gjitha gjërat, deri në një moment që të thotë që prit se unë tani po e shoh që po ndërtohem avash avash. Kam dal nga ajo zona e rehatis time. Dhe momentin që unë kam qenë fakt në Angli, kur jam futur në shtëpi, shikoja tavanin edhe thoja, po tani ç'a do bëj? Se nuk dija transportin si të shkoja në shkollë, nuk isha një punë dhe nuk isha një njerëz që të më udhëzonte se ç'a të bëja. Dhe dua të ndaj një histori të shkurtër. Po, të lutem. Duke kërkuar, duke çuar CV gjithandej nuk më merrte njëri, çfarë bëj? Nga që isha marrë me pjesëkëmbimi në Shqipëri, në fillimet e mia, hapa në Google, kërkoja për kompani të pjesëve të këmbimit, sepse ajo ishte fusha ime që unë e kisha, e dija, ta bëja. Edhe shikoj që ishte një pikë shumë afër shkollës time. Dhe donte fiks 45 minuta të shkoja me tren, pasi mbaroja shkollën. Marr CV-n me vete, shkoj atje, edhe trokas të dera i them, mund të takoj menaxherin?
ai djali që ishte te banaku më thot po patjetër, futet brenda, del jashtë dhe më thot menaxheri është në një mbledhje, thot. Po për çfarë je interesuar? Kam ardhur për të kërkuar një punë, thon. Thot, "Okej, më jep mua CV-n", më thot, edhe t'ja jap menaxherit të kontaktoj. Unë tani nga që kisha frikë, mos CV-ja ime përfundonte diku tjetër, I them, nuk e kam CV-n me vete, edhe pse e kisha në çantë, po shkoj ta printoj dhe po vi më vonë. Shkoj, bëj një gjysmore xhiro, kthehem përsëri mbrapsh, edhe takoj menaxherin aty. I tregoj CV-n, edhe Po, kur e shef, më thotë që kualifikimi jot është shumë më I lartë se sa kjo punë që ti po kërkon këtu. Por ti jem I mirë se ardhur që të fillosh, ti do të bëjmë një intervistë pune, po. Dhe ajo ka qenë një frikë shumë e madhe që nuk do pranohesha, sepse në një vend huaj edhe emocioni I parë gjithmonë është ajo. U mahnita, bëm një intervistë të shkurtër dhe më tha që ti mbase nuk do jesh I kënaqur këtu, po për mua mund të vish. okej. Edhe sa ishe aty? Aty kam qëndruar deri në fund të studimeve. Momentin që unë kam ikur, pastaj që ishte ky momenti që të thash që jam kthyer në Shqipëri, më erdhi ideja për ta provuar edhe një Kanadan, si guri I fundit, shansi I fundit. Dhe kur doli, ishte një shenjë. Sepse edhe në Angli, okej, studimet I mbarova. Do shkoja do vazhdoja përsëri atë gjë, por prap nuk e kisha gjetur veten, atë që unë kërkoja të bëja. Kur edhe këtu në Kanada, siç e thash, Aldo më priti, gjeta një shtëpi, fillova një punë. Është më e lehtë kur e ke dikën. Patjetër, nuk diskutohet. Nuk zotin. diskutohet. Është më atë pas ke përjetu vetëm në anglisht, siç e ka përjetu edhe Aldoa këtu në Toronto. Është e tmerrshme. Është e frikshme. E frikshme. Po kur je I ri, e guximshëm je edhe e përballon, hajtë si ja bëj disi. Ti kupton, nuk e mendon edhe shumë. Se këtë moshë më thonë dikush, po. S'kisha pas shansë zotin, po, s'kisha mund. Nuk është e lehtë. Kur je I ri, je I fortë. Je edhe në menderisht je I fortë. Po, du të them të biznesi. Aldo do filloj me ty. Si erdhi deri tek hapja biznesi, sepse analizove kodin e dërtimit tu e gjitha. Si erdhi ideja që të hapësh biznes? Ka qenë një histori shumë e bukur, së bashku me një shok, të cilin përveç se shok e kam mik, e kam bashkëthemeluesin e kompanisë, gjithë momentin që ta falenderoj, Erion Beqiraj, jemi njohur në të njëjtin pallat ku neve banoni. Gradualisht në ato fillimet e mia, fillova dhe po kërkoja për më shumë, nuk isha I kënaqur me kompaninë dhe për mënyrën se si isha duke punuar. Erioni më tregon për eksperiencën e vet, ndaj me ato mendimet e para, dhe më thot që në ato momente ishte duke punuar në një kompani PTR Paving. Me themelues Tomi Locin, Shokun ton të dashur. të cilin dua ta falenderoj për të gjithë ato udhëzimet, për të gjitha ato këshillat, për suportin dhe mbështetjen që na ka dhënë për të krijuar këtë kompani. Filluam gradualisht, pak nga pak, me disa punë të vogla dhe aty duke bashkëpunuar më thellë me Tomin, mund të them se viti jon I parë ka qenë një ndër vitet më të vështira. Ishte shumë e vështirë, sidomos për të gjetur forcën punëtore, për të cilën aktualisht Kanadaja e kërkon. Situata financiare nuk ishte fort e mirë, por ja kemi dalë. Kemi punuar shumë fort, siç e theksoj edhe një herë, Tomi ka qenë ajo shtysa në çdo moment tonin për ta shtyr akoma dhe më përpara. Tomi është figurë. Tomi është sponsori general I Jonit. E kem përmendur disa herë, pat Tomi është vizionar. E falenderojmë shumë. Na ka besuar disa nga projektet më të rëndësishme. Më duhet të theksoj, përveç se punëve të ndryshme që kemi bërë, kompania jon ka zhvilluar një ndër projektet më të famshme për qytetin e Toronto, I cili është restaurimi I Walk of Fame. Ishte kompania jon e cila zhvilloi të gjithë restaurimin e yjeve të famshëm botëror të kinematografisë Në King Street. në King Street. Po, po. Gjithashtu ishte një moment shumë deciziv, pasi qyteti I Torontos
po i dhuronte TIFF, Toronto International Film Festival, një ndër yjet e zhvilluar në një plak graniti. Aty ka qenë suksesi jon, pasi janë përfshirë të gjitha institucionet, aty ka qenë edhe mayor i qytetit të Torontos dhe shumë aktor dhe yje që vini nga Hollywoodi. Gjithashtu kemi zhvilluar projekte të ndryshme në qytetin e Richmond Hill, jemi duke punuar në qytetin e Mississaugas duke bërë snow removal operation. Kemi punuar në qytetin e Brampton dhe kështu kemi filluar ta përhapim dhe emrin e kompanisë dhe të afirmohemi në treg duke ja vendosur theksin cilësisë, komunikimit dhe profesionalizmit. Ajo është kryesorja. Po tashme punëtor si jeni? Aktualisht operojmë me 6 punëtor të cilët i kemi full time dhe 4 punëtor i kemi part time. Shpresojmë shumë që muajin tjetër të zgjerohemi dhe të kemi një grup prej 12 punëtorësh. Do rritin e javash. Sigurisht, jemi drejt e revanshit. Revanshit, bravo. Albi, ti e ke lanë inxinjerinë dhe je fut te makinat, te pjesë makinave, miresh me wholesale, si thojnë, me shitjen e makinave me shumicë. Po. Si erdhi këtu mu fut? Se di që kem folë pak edhe Toma na ka tregu, po du ta dëgjojmë për publikun. Atëre, ta kapësh hol. Unë kam vazhduar rrugën që kam nisur që në Shqipëri. Gjatë universitetit filloj punën me pjesë këmbimi, marr një informacion të përgjithshëm për gjitha pjesët e këmbimit të makinave të ndryshme. Më pas shkoj të punoj për një dealership në Shqipëri për 3 vite, që më jep një eksperiencë në një fushë tjetër si service advisor dhe mësoj punimin e problemeve të ndryshme të makinave dhe gjëja vetme që unë nuk isha prekur ishte shitja, të cilën e vazhdoj këtu. Domethënë fillon me pjesë këmbimi, vazhdon me servis dhe kompletimi është e shitja, sepse ti kur e fillon nga aja, je shumë i përgatitur për ta bërë shitjen. Do mund ti bën çdo të jam me një makinë. Po kjo Kjo që nga bukur shumë, sepse po mirë, si e din se sa mi dhon çmimin një makine, por kjo është për një misteri në vetë, se kuptoj kur. Si e lexon nuk ka vlerë $5,000, ka 4,000 për shembull. Do të janë disa pika te makina, kurse kanë kuptu, e kam atë shokun Bedriun mekanik, shkojtaj do Bedri. Ai do mirë do të rregullohet. Shiko, në Shqipëri ka qenë më e thjeshtë sepse ti në Shqipëri e ke mundësinë që ta marrësh një makinë dhe ta kontrollosh në një servis tëndin të besuar, edhe ta shikosh më me detaje. Këtu është pak më e vështirë, sepse do të lësh një appointment, ajo merr kohë dhe të gjithë ata që i shesin privatisht nuk e bëjnë këtë gjë. Por unë merrem me pjesën e ankandit. Ankandi që unë përdor për blerjen e makinave është ankand tradini, që do thotë ti ke bler një makinë në 2018 me 0 dhe sot në 2025 do të ndrosh do të marrësh një tjetër me 0. Shkon po te dealershipi, ata bëjnë vlerësimin e makinës tënde. Të japin ty makinë e re dhe makinën që ata të kanë marrë ty e listojnë në ankand. Dhe aty ata listojnë çdo lloj gjëje që makina ka. Dhe në momentin që makina, kur ti e merr, sepse ti je gjithmonë në mirëbesim të atyreve që ata shkruajnë. Nëse makina aty të vjen ndryshe nga përshkrimi që ti ke parë atje kur ata e kanë listuar, ti ke të drejtë që ti hapësh arbitrazh dhe o ta kthesh ose ti marrësh një numër të caktuar lekësh. Por që kjo nuk ndodh sepse ata nuk duan të kenë këto probleme dhe ata i thonë që në fillim. Dhe tani normalisht ti ke klientë që duan makina për pjesë, se nuk janë gjitha makina të sakta, pra kanë dhe makina që duan për pjesë, kanë që janë me probleme. Me probleme. Edhe atyri duan pjesë të çmontojnë, si më thënë gjithën, edhe problemi më i madh është te klientët që duan çmim. Por unë i them gjithmonë që mos e shiko çmimin sepse ti mund ta marrësh lirë sot, por do të vej shumë shtrenjtë nesër kur të vijë aty sepse makina që ka një çmim super të ulët, patjetër që e ka një histori nga pas. Vërtet. Gjithmonë ti duhet të jesh transparent, kjo është çelësi i suksesit tek unë, te kompania që ne kemi, që ne jemi transparent si me kilometra, me Carfaxin që tregon claimet ose aksidentet që ka pas makina. Tregon historiatin. Tregon komplet historinë e makinës. Me servise,
me aksidente ka pasur se nuk ka pasur, me rikolle, sepse çdo makinë ka rikoll, ka dalë sot në prodhim dhe kanë bërë një gabim ose ka në dalë montim error, të një diçkaje, po. dhe Carfaxi ta nxjerrë atë gjë dhe ti ke të drejtën ta çosh edhe ta rregullosh pa lek të koncesionari. Po mirë më Albi, ti çon makina në Shqipëri? Po, 90% e punës tonë është wholesale. Ne Që me shumicë. tregtojmë me shumicë makina në Shqipëri. Po ma thuj si ishte muhabeti këtu në makinat Kores, jo gore. Marrë vesh që kam bler shumë njerëz, Kosovë, nuk e din Shqipëri. Kanë bler goxha njerëz, Po. nuk e mohoj dot. Makinat dhe unë kur i shoh më duken shumë të pastra, më të pastra se sa mund t'i marrësh dhe me 0 kilometra. Po. Dhe kjo më bë të dyshoj pak se nuk e di si ka mundsi. Po janë popull shumë, ata më ndryshe. Po, Japonezët, për pastërti mbahen. Po, Mbahen. mbahen, po. E kam bler shumë, edhe në Shqipëri është e njëjta, që kanë marrë nga Korea. Kanë bler ndoshta edhe shteti po i subvencionon, po i ndihmon që të heqin makinat e Ku, vjetra. në Kore, Po, ke në fjalën. Kore. I ndihmon. Ishin 4 vjet për shembull një Jetta e re e mirë. Po. Në 100 kilometra të kalume. E marrë diku 3-4 euro më lirë. Tash normal që janë futur ata në mes Patjetër, sekseret. por që janë më shumë marka Audi edhe Volkswagen. Gjermane. Këto dyja janë që futen në mas, me sa unë kam studiuar tregun e Kores. Kurse këtu ka makina më të ndryshme. Nuk është aq e limituar. Unë du t'ju bëj pyetje që të dyve. Ç'është kjo dashurina e Audit, Benzit, këtyre makinave gjermane, por ç'është ky pasioni i shqiptarëve ndaj këtyre makina? Si e zbërthet ti? Shqiptari, për mendimin tim, ka qef komoditetin. Duhet të jetë komod kur futet në makinë. Do ta shohë një gjë që të jetë e bukur. Po nuk e qelloj, po nuk e pa, po nuk i pëlqeu në sy, nuk e merr makinën. Se ti mund të reklamosh një Toyota, ose mund të reklamosh mbretin që ka bërë Toyota, që është Lexusi. Po, Lexus. Lexusi është luksos, cilësor, nuk ka Gjitha i nga, ka. nuk i ka të gjitha, por shqiptari nuk e shef dot atë. Pse se shes? Sepse është mësuar me markën gjermane që shep nga hera. Është mësuar makinat e para që janë futur në Shqipëri kanë qenë Golfa 1, mos ndoshta edhe më të vjetra në kohën e që unë s'kam pas lindur, ka qenë tjera, por kohën që unë kam lindur dhe kam jetuar atje, kam parë makina shumë vjetra, të gjitha gjermane. Nuk e kanë pasur frymën e japonezët. Japonezët kanë cilësi, por nuk e kanë komoditetin që të jep një makinë gjermane, asnjëherë. Edhe as do Si thoja do marrë M-Series, po, desin, shpirit. M3, M5. nuk ta jep atë adrenalin një makinë japoneze. Përveç se janë disa modele siç është Nissan GT-R-ja ose siç janë Skyline-i ose disa. I njëti gjitha kështu me emra. Po, marka po. Po më në jo vetëm marka, po i një edhe thellësi, sa kual fuqi. Po. Kur pyesin më për makinën tënde, sa kual fuqi ka. I ka humbur disa rrugë. I ka nikën disa kuaj vllaku e diun. Ciao, për diun. Ja ti numëroj sa kanë vetë se ka nikur. Unë nuk marr vesh shumë nga makinat, të thënë drejtën. Unë i du makinat e vjetra, këto vintage që janë. Koleksion. Koleksionet, do një del për shef venës. Ato janë për shef, ato i dua, se edhe nuk janë nashta edhe shumë të shpejta të gjitha. Dhe ka dhe ai Mustangi që është i të mërshëm i shpejt, po nuk o që jam e dua shpejtësi shumë për të ndajtë. E dua me më shumë komoditetin. Ja për shembull kjo Thunderbird është një makinë. Po, fort. Po, që e ka prodhu dikur vitet 2002, 3, 4, ishte si me thonë një remake, ha? Ajo është një makinë që më pëlqen. Është vjetë, kuptohet, harxhon shumë, po shkon kështu shumë ngadalë, është smooth, është shumë i rahatshëm është. Po, është e comfortable, i ka marrë kështu me qira, një kohë e pata pas, djetër, po, si më filloj më prishe, kur unë s'di me dhonë drejtim, kështu, ti e drion, thira të na lodh. Po, me të prish të makina, Albi ti jep drejtim, no? Po, jap drejtim. Po, jap po, drejtim. Po du të ti me më burra, mujnë edhe vini të A, si thua? Deri aty kur u mund futem, po patjetër. A? Pastaj nëse ka diçka që do software update ose diçka që është më profesionale që mund ta bëj vetëm një koncesionar i mirëfillt, ti nuk mund të futesh. As një servis i dorës së dytë ose i dorës së tretë nuk e bën dot atë gjë. Duhet gjithmonë Ka shumë elektronik tash makina. Po. Gjitha makinat po thosë kanë. Kanë edhe du ta njohësh ato. Duan software, duan update gjithkohës. Se ose dene error aty ti. Është vërtet, po.
Po Toyotat nuk Toyota s'ka, Toyota mund të gjesh edhe akoma me atë xhamin me xhamin, punojnë ato. Po mund t'i gjesh akoma. E forta. O Aldo, na thuaj kush ishte ai aktori, o vlla, që ishte ajo tek Walk of Fame në King Street që bat. Qa ishte ajo? Plaka. Kujtohet? Plaka më kryesore kishte të bënte me Toronto International Film Festival. Po. Ishin aktorë Festivali të më i ndryshëm. madh i filmit, një ndër më të mëdhenj në botë. Po. Një ndër më të mëdhenjt në botë. Ajo ishte ajo pika më kulmore. Pastaj një pjesë më e madhe kishin nevojë për restaurim dhe kryesisht ishin pjesa më e madhe kanadez në fushën e të kënduarit, të aktrimit dhe ka qenë një ndër momentet tona më të sikleshme pasi aty ishte përfshirë edhe media. Kështu që niveli i profesionalizmit, pjesa e sigurisë në punë, mënyra se si duhet të menaxhonim trafikun, Gjithçka duhet të është shumë rrugë e garkuar, e mund qendër është aty. Aty po Është si thon King and John e pjesa aty? Apo më duket ajo fillon nga Spadina, nëse s'gaboj. po, fillon nga Spadina. Nga Spadina fillon, Dhe shkon East of Spadina. East of Spadina, deri tek University University of Toronto. of Toronto, atje poshtë. Po. Po, dolet mirë? Sigurisht. Kemi marrë një feedback shumë të mirë, edhe nga Mayor Olivia Chow, ishte shumë e kënaqur për mënyrën se si kishim menaxhuar të gjithë pjesën e punimeve, pjesën e trafikut. Po sa zgjati projekti? Projekti aty ka zgjatur diku tek 22 ditë. Ditë pune, si thënë. Ditë pune. Domthon 5 ditë javë sa të slojnë të punojnë në 5 weekend ditë. aty. Javë. Po. Për shkak edhe të pjesës së madhe të trafikut, na duhet që një pjesë të mirë të punimeve t'i zhvillonim herët, pasi duhet të marrësh një leje shumë specifike për zonën ku ti punon, për sa orë ti do ta mbyllësh trafikun, për sa orë ti do ta mbyllësh rrugën, dhe në pjesën më të madhe të ditëve të punës kemi qenë edhe të shoqëruar nga policia e Torontos, pasi është me ligj mandatori që Po, ma, ne gjithmonë duhet është ta duhet kemi jetë. aty. Off duty si thënë, off duty cap. Duty cap. Që nuk është ditë puna, ata janë vullnetarë, si më thonë, këtë Po. ditë jam i lirë të punoj aty. Suksesi që zhvilluam në atë projekt na hapi një rrugë tjetër për të zhvilluar një tjetër projekt tek Victoria Theatre, ku ndodhet Young and Dundas, ishte Po. e njëjta natyrë pune, ku kemi bërë të gjithë restaurimin e pjesës kryesore të trotuarit përballë teatrit. Ishte një projekt shumë intensiv, të cilin e kemi zhvilluar për 7 ditë pune. Ka qenë edhe aty një sfidë e vërtet, për shkak se kishim për të punuar së bashku me TTC-n, pasi kalon ajo pjesa e tramvajës. Tramvajit, po. Dhe aty kemi punuar me orare të zgjatura dhe kryesisht herët në mëngjes. Po kjo është lajm i mirë që shqiptarët kanë arritur në këto nivele, se këtu nuk është lehtë marrin kontrata, me thonë drejtën, me fort drejt është Sigurisht. se ka shumë kërkesa, shumë specifikacione më të çuditshme të kanë këta, ndoshta na duken më të çuditshme, po ka rregulla shumë. Edhe mund pëlqen, më bën mundi mirë që e keni atë nivel të komunikimit, e keni atë nivel të organizimit dhe profesionalizmit, sepse kjo do të thotë që nesër hapet një kontratë më e madhe, referenca është aty dhe abac kena nevojë për punë Ervini, po kena nevojë për punëtor. Aldo mos na harro vlla. Vim ashtu marrë s'ka murë, por diçka bojmë, ose jeni çuna të rritër, ikni me deca Tim Hortons se këto. Do ta gjejmë një detyrë në mes të rrugës. Të lutem aty diku s'ka problem, ha? Do ishte mirë, Sigurisht. po më gëzon fakti, Aldo, që jeni duke punu kontratat nivelit që nuk është lehtë të mirën. Kërkojnë referenca edhe duhet sidomos kur tipet shansa njerë, po tregove që je shumë profesional, hapet një derë më madhe. Është e vërtet, më duhet të theksoj edhe një pjesë tjetër shumë të rëndësishme. Së bashku me kompanin PTR Paving, me Tomin, vazhdojmë të bëjmë trajnime për herë,
për t'ju përshtatur situatës, për t'ju përshtatur teknologjisë, për t'ju përshtatur makinerive dhe jemi duke investuar fuqishëm në këtë aspekt, me përgatitjen e punojësve më të kualifikuar, më profesional. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe, më duhet të them se jemi një ndërvetmet kompani shqiptare që operojmë në këtë treg, ku ka një konkurrencë shumë të lartë dhe niveli i profesionalizmit është me të vërtet shumë i lartë. Ja kemi dalë mban të vendosim emrin ton ndërmjet kompanive italiane, portugeze, kanadeze, dhe kjo na ka hapur me të vërtet shumë rrugë të reja dhe presim të kemi shumë suksese në dalë. Unë ju uroj bëni si mali me borë, aty lartë më lartë. Faleminderit. Sepse sa më shumë më të fortë shqiptarët, që më mirë për gjithë ne. Si thua ti, Albin? Mëse e vërtet. A gjetën a do të ma shesësh, apo si? Se rritë. Ti ke nevojë për një makinë më të madhe. Unë e di që kam nevojë për SUV, si thoi të sport utility vehicle. Ne Kosovë i thojnë Jeep. Po, Jeep i them edhe në Shqipëri. Jeep, se vite ka kompania Jeep. SUV. JEPP, a i të Jeepit nga lufta e dytë botërore, a e prodhonte edhe ka mbetë. Gjitha i thonë Jeep. Edhe X-Passit Jeep. Edhe në Shqipëri ashtu i thonë, është e vërtet. Është e çuditshme. Do marr një Jeep thonë. Kur i referohen SUV-s. SUV-s, po. A i mundet me qenë diçka tjetër. Po, patjetër. Një X-Passi apo këto i më marrë një Jeep. Është kur e merr Jeep, Staj është e çuditshme. double Jeep. E fort. Mirë. Na thuani du mu kthy prapa atje tek aeroporti. I pyet gjithë tash, mendoj që kjo ndarje, si u kujtohet e ndarja në aeroport, me familjen. Do filloj me Aldo Shkaku që iku nga Kosova dhe si ishte Aldo për ty? Ishte shumë e vështirë, por kemi ardhur këtu me bekimin e familjeve. E kuptoj, po e ndarja, si ishte ndarja? Ishte shumë e vështirë. Më duhet ta them që për të kaluar nga Shqipëria në Kosovë, më duhet që të merja dhe vllajin me vete, pasi ishte një oficer i policisë, ishte periudha e Covidit, dhe nuk ka qenë një ndarje e zakonshme ku do vini prindrit në aeroport bashkë me ty. Ishte shumë e vështirë. Nuk erdhën. Shkak të prindrit nuk erdhën. E unë datë me prindrit tek shtëpia në Vlorë, pastaj shkuan në Tiranë, nga Tirana kemi udhëtuar për në Prishtinë. Me vllahun së bashku. Me vllahun së bashku, dhe më duhet të them që aeroporti derën e kishte të mbyllur. Ishim 5 orë përpara, na duhet të qëndronim aty derisa u hap dera e aeroportit. A kemi ndonjë foto me vllahun aty për fund? Po, sigurisht e kam. E ke aty. E kam. Sepse është dikush që po është duke punuar një film dokumentare dhe i don mi mbledh gjitha këto fotot e ndarjes në aeroport. Janë dhimbshme ato, janë ndarje të rënda. Dhe kujtimet bukura. Po dhe të bukura, po janë dhimbshme se datë familjen. Nesër ti bësh baba, tu nuk i njohin ato një pamesa. Dhe ju jeni 3, nuk jeni moshë time. Nesër, diku një 50 me vjetë. Po, Albi, si ishte për ty? Për mua ishte shumë e dhimbshme. Një nga gjërat që unë baj mend kur u ndava me babin, se babin jam mësuar gjithmonë ta shikoj figurë të fortë, asnjëherë me lot sy, gjithmonë duke motivuar edhe domethënë figurë tamam burri, stoik. Nuk kam luftuar kaq shumë, tha, që të shoh djalin tim të iki nga vendi vet. Edhe tani që e them më rëqethet mishi, sepse ka qenë në emigrim dhe ai e di shumë mirë se çfarë do të thotë emigrim, sepse ai ka qenë shumë herë më vështirë se sa neve, pa asnjë gjë. Ne të paktën e kemi pasur një mundësi financiare, një shok. Ai nuk ka pas asnjë gjë dhe me lot sy mi ka thënë këto gjëra, ka kthyer kurizin. Edhe mi ndar dhe mund ta them edhe këtë gjë.
ai mund të ketë qartë deri sa ka shkuar nga Tirana deri në Fier. Gjë që ma thot mami, ma thot nusi, ai që ishte në pranishëm. E të pas ka përjetuar rënd, ha? E ka përjetuar vërtet shumë rënd. Është, domethënë, sado që njeriu mund të tregohet i fortë, në këtë moment të thyesh kollaj, se familja është e shenjtë, familja është gjëja kryesore te njeriu. Gjithmonë duhet jetë e bashkuar. Si mos po kalon ai tranzicioni asaj ati shteti, Shqipni, Kosovë, qa bo. është një me sforcime shkon, është një energji e rëndë, nuk po përmison gjatë, po humbi shpresë të rritë. Është të mërshme. Bashkimi do ishte gjë më e mirë. Nuk ka gjë më të mirë se sa bashkimi. Definitivisht. Je forcë. Je mbi të forcë. gjithë. Po. Edhe është logjik ekonomia, në vend që të shitet një produkt në 2 milion 3, shitet 5-6. Edhe shumë këto agjimet e mëdhaja që do bëhen, jo uniforma ndryshja, policia, këto një qeveri. Mos deksha pava. Mos deksha, o zoti ma. Mos deksha, e di që është bot luta tretë, si thoi ta, po kështu të në për Kosovën, jo, nuk ka gjallë botu ba. Do bëhet, ne duhet të jenë bashkuar, sepse kem pagu çmimin shumë të rëndë. Ja. Në bisedat të ndryshme me shoqërinë këtu, apo edhe me shoqërinë në Shqipëri, apo edhe me miqtë e mi në Kosovë, ndonjëherë ndaj dhe mendimin dhe them, po sikur të gjithë neve, pas 5 apo 10 viteve të kthehemi me këtë eksperiencë, me këtë njohuri, me të gjithë çfarë grumbulluam në emigrim, a do ta ndihmonim që të bëshim këtë vend? Unë mendoj që do ndihmosh, por problemi ka të bëjë me mendsinë, me politikën tonë. Unë aty shoh një dështim të madh, sepse politika do të ishte shërbim, e jo avancimi interesave personale. Edhe ka korupcion spondale, tash gjithë thonë, po jo, s'ka gjithë të heshtur po rrim. Ka shumë mundësi që shqiptarët e ecin para. S'ke menaxhim. Që jam më rëndësishme në jetë është leadershipi. S'paku kështu e shoh. Një biznes i suksesshëm e ka një lider, një njeri që i jep drejtim gjërave. Nga mungon menaxhmenti, kem pasuri natyrore, kem për turizmin, kem një traditë shumë të shejtë, e shumë të vjetër, të paparë, ka që vend i vogël, gëndash me pa, sa ka ndryshime, zona me zonën. Do të thotë, gërëzotit i 4.000, 5.000, 8.000 vjetë, ku e di unë? Aty ke qenë. Një ushqim të paparë, që ende nuk e dimne, që atë ushqim duhet ta ruajmë, të tjeta instituti kulinarisë të vjetër shqiptare, truhet. I kam ca andra kështu të ide klas, po ka të bëj me managementin Albi Ronaldo, unë mendoj që duhet vinë një mendësire politike. Ndoshta kjo mund të jetë edhe një zgjidhje. Kjo, edhe bukur është që s'paku e di që këtë debati i diasporës, që s'duhet votoj, s'ka nevoj, disa thajnë duhet me kushtetut, po unë mendoj që diaspora duhet bëj më shumë, edhe t'i hapet krau që të binë një frymë tre, sepse këto eksperiencë janë shumë rëndësi. Është shumë e rëndësishme që komuniteti jonë të bëhet bashkë. Unë e përmend nga eksperienca ime dhe aty e gjeta të gjithë ndihmën, aty e gjeta edhe suksesin, duke njohur nga komuniteti im, pasi komunitetet të tjera nuk të përkrajnë kollaj. Jo, këtu në Kanada. Duhet të fillojmë gradualisht, pak nga pak, të bëhemi bashkë, pasi shikoj shumë shqiptar, individualisht shumë të suksesshëm. Mos pyet. Po si- Nisha, legjenda. Kur të bëhemi të gjithë bashkë, besoj Probleme jemi kemi. akoma më të suksesshëm. Liderin këtu do ta sjellë. Këtu ma bedi, si do ja bëjmë? Unë i gacmoj, thëmë sjellë në mu. Hajde di thot mu, Toma ka të fortë, i urti, diktatorje ti. Thosh, po dhe unë dua t'jem aty, thosh, po dhe unë dua. është debat shumë i thellë, edhe u e di që kem, po shpresoj që gjeneratët e reja të kenë mendësinë më ndryshe, dhe besoj që e kanë edhe t'i kapin gjërat e bukura, po t'a ruajmë atë traditën, të kthehemi mbas.
mentalisht. Nuk o rasisht që e kam qytë oda. Është Mos të ruprohemi nga prejardhe jonë. Mos njën gjenatet e reja. Tjem krenar, po tjem krenar Po. si duhet, si me thënë, racional. Po. Jo me patetizëm Po, e po. këtë fare. Po ta dim ku jem, qa kem, ku shem të kem, ka që ma beti. Tjerët kanë zonë me na pa më mirë. Po. Më duhet të theksoj Po. edhe gjua jon, shqipe, është një ndër gjuhët më të vjetra të atij rajoni dhe e kam kuptuar këtu në Kanada duke qenë në mjedise të ndryshme e pune dhe gjithmonë e marr atë pyetjen, çfarë gjuhë je duke folur? Po, Si ka mundësi që ju e shqiptarët mund të flisni italisht, mund të flisni spanjisht, mund të flisni anglisht, mund të flisni frëngjisht. Dhe pikërisht kjo është një diçka që neve na mban krenar dhe duhet që të vazhdojmë akoma dhe më tepër ta theksojmë, ta veçojmë, ta përkrajmë edhe pse jo ta përhapim akoma dhe më shumë gjuhën shqipe. duhet të harrojmë, nuk është e lehtë, gjua shqipe se unë thonë me vjetër sa vetë njerëzimi. I ngacmoj këta, po si do që djetë, djem, i falenderoj nga zema, u knaqa, shumë falenderoj që ishit sot këtu, edhe besoj që do bashkëpunojmë prap, do takohemi prap edhe me Tomën, edhe me e na duhen djemësiu në komunitet, që t'japim një dorë edhe një shtytje komunitetit, kështu që unë ju falenderoj nga zema që ishit sot me ne, edhe ju uroj shumë sukses. Shumë faleminderit edhe për me. Shumë faleminderit Xhemaj. Ishte me vërtet një kënaqësi të ndani me juve të gjitha këto eksperienca, qofshin të mira, qofshin të këqija, por së bashku mund të bëjmë më shumë. Gjithsesi, falenderoj natën. Bac u kry po thojnë, ha? Falenderoj shumë.